duke i kërkuar Rogertit të tërhiqet dhe të kërkoj falje, ndërsa Mateos i kërkojnë të mos e përshkallëzoj situatën më tej. Disa prej tyre shprehen se ky lloj ofendimi nuk është i pranueshëm dhe se kalon kufijtë e lojës. Mateo shprehet se është shumë i prekur dhe se nuk e priste një goditje të tillë poshtë brezit. Ai thot se mund të pranoj kritika për lojen, për sjelljen apo për marrëdhëniet e tij brenda shtëpisë, por nuk do të toleroj kurrë që familja e tij të përmendet në mënyrë fyese. Ai thekson se respekti është themeli i çdo debati dhe se kur mungon respekti, gjithçka humbet kuptimin. Rogerti, duke parë reagimin e fortë të Mateos dhe reagimin e banorëve të tjerë, fillon të kuptojë peshën e fjalëve të tij. Megjithatë, krenaria dhe tensioni i momentit e bëjnë të vështirë që ai të kërkojë menjëherë falje. Ai vazhdon të thotë se ishte i provokuar, por disa banorë i rikujtojnë se asnjë provokim nuk justifikon përfshirjen e familjes. Atmosfera në shtëpi mbetet e rëndë për një kohë të gjallë. Mateo largohet për pak për t'u qetësuar, duke treguar se është thellësisht i lënduar. Ai shprehet se disa gjëra nuk harrohen lehtë dhe se kjo situatë ka ndryshuar mënyrën si e sheh Rogertin. Ky debat lë një shenjë të fortë në dinamikën e shtëpisë. Banorët diskutojnë gjatë për atë që ndodhi, duke theksuar rëndësinë